Pasojat e përmbytjeve të lumit Vjos në fshatin Kashisht pas tërheqjes së ujrave janë tepër të mëdha. Më të prekurit janë kultivuesit e luleshtrydheve, të cilët përllogarisin dëme në miliona lek. Kreshnik Kapaj dhe Genti Halilaj, përkatësisht me 4 dhe 7 dylim sera të kultivuara me luleshtrydhe, janë në fazën e larjes së tyre, të cilat janë të mbuluara nga balta. Përmbytje të tilla nuk kemi parë që nga viti 1971, thon ata, ndërsa pohojnë se askush nuk ka dalë në terren për të evidentuar dëmet e tyre, si të mos mjaftonin dëmet e përllogaritura në mbi 2 milion lek, edhe faza e larjes kërkon shpenzime të tjera të larta, thon ata, ndërsa ngrica që pasoi pas përmbytjeve kërkon të tjera shpenzime për mbulimin e serave. Ata kërkojnë një zëri dëmshpërblim nga shteti, pasi në të kundërt janë drejt falimentimit të sigurt. Fermer, Kreshnik Kapaj, në fshati Kashisht. Jam një fermer që herë parë po përmbytemi këtu. Demi e shumë i madh. Lumi ka vajtur 1 metër mbi serë. Tani kërkoj një ndihmë nga shteti, nuk e di si do vej puna. Është mbi 20 milion lek demi këtu. Tani shpresoj na ndihmojnë ata. Nuk e di çfarë të them. Po laj kam 4 ditë, nuk e kam mbaruar, janë 4 dylym këtu. Unë jam i dëmtori, janë 2-3 tjerë këtu në fshatin ton, Kashisht. Kërkoj ndihmën e shtetit. Sot po e laj bimën, kam 3 ditë mbas datës 8 kur doli lumi, kam 3-4 ditë dhe nuk kam larë. Po thoj se as 2 dylym. Nuk lahet bima, ka shumë gjanë. Demi është i madh. Shiko, bima është prishur. Kokrat po e po. Kanë gjithat prodhim që kisha 1 muaj kisha dalë në prodhim. Zero tash, nuk ka me kokra. Të na ndihmojnë. Ka me u lek. Pa parë. Shteti do të ndihmoj. Shpresojmë të vinë. Demi është shumë i madh, është buja kalamajve. Këto janë demet nga lumi Vjos, më ka bërë dem 7 dylym, llogaritet mbi 30 milion lek të vjetra. Problemi është se as na ka ardhur njeri për dem shpërblime, as të shikoj se ç'a demi u bë dhe asnjë. Të gjithë erdhën deri sa doli lumi. Pas lumit nuk u duk asnjëri. As dhe një kemrobi pas lumit. Derisa ishte pa dal lumi, ishin të gjithë këtuja. Doli lumi, s'u duk asnjëri. Ndërkohë kryeplaku i fshatit Kashisht, Ramadan Kapaj, pohon se dëmet e përllogaritura deri më tani janë 50 hektar tokë bujqësore e kultivuar kryesisht me grur, bazë ushqimore e bagëtive të 18 fermerëve dhe dëme shumë të mëdha përllogaritë në serat e luleshtrydheve. Përballë kësaj situate, ai u ka bërë apel institucioneve përgjegjëse të dalin në terren për të konstatuar bilancin e dëmeve e njëherëzi për dëmshpërblime. Është i pari fshat që përmbytet nga lumi Vjos. Është i vetmi fshat që rrethohet nga 4 anë me ujë. Ky lum që ka dalë këtë vit në 2026 është pothuajse i barabartë me lumin e vitit 71, i cili përmbyti gjithë fshatin. Po ti verifikojmë një verifikimi të përmbytjes, këtu janë përmbytur rreth 50 hektar tokë. Këto janë të mbjella me të ndryshme, kemi sera të përmbytura, kemi grur dhe bazë ushqimore. Tani nga verifikimet që kemi bërë në bazë ushqimore janë përmbytur rreth 18 familje. Unë kam dhënë edhe një informacion në qendrën administrative të Frakus, administratorit. Kemi 3 fermerë që janë përmbytur me luleshtrydhe, është Kreshnik dhe Besnik Kapaj, Arti Halilaj dhe Genti Halilaj. Tani kërkojmë nga ana e shtetit, i bëjmë thirrje të vinë të verifikohen dhe të jepet një shpërblim për ta, mbasi kanë hedhur një sasi të madhe lekësh që u del jashtë përdorimit. Fermerët fajsojnë për situatën, ndërtimin pa kriter të argjinaturave edhe ngushtimin e shtratit të lumit në urën e autostradës Fier Vlorë.